Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, kësaj here të paktën publikisht nuk u bërfshi fort në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, madje për dallim prej para 4 vitesh, në zgjedhjet e 2021-shit, Kurti nuk dihet nëse ka shkuar sot në Tiranë për të votuar apo jo. Nuk ka pasur asnjë qendrim publik nga ana e kryeministrit të Kosovës, e duke ditur se sot pati seancë të kuvendit, mbetet pak e besueshme që Kurti të ketë votuar pas seancës në drejtim të kryeqytetit të Shqipërisë. Megjithatë, kjo mbetet e pakonfirmuar. Para 4 vitesh duhet thënë se Kurti votoi në Shqipëri, madje edhe partia e tij mori pjesë në zgjedhjet parlamentare, duke u përfaqësuar si vetëvendosje në Tiranë me kandidatin Bojken Abazi. Pas votimit, ai kishte thënë se zgjedhjet janë ditë e demokracisë. Dita e zgjedhjeve është ditë e demokracisë. I ftoi të gjithë qytetarët e Shqipërisë që sot ta respektojnë atë deon, duke bërë zgjedhjen më të mirë sipas parimeve dhe vlerave që secili i ka. Dita është e bukur me diell, kështu do të jetë deri në mbrëmje. Uroj sa më shumë ditë të bukura dhe mbarësi për Shqipërinë dhe secili njeri, që ashtu sikurse unë e ka pasaportën e Republikës së Shqipërisë, shpreh para 4 vitesh Albin Kurti pasi votoi në Tiranë. Për krahas i bashkimit me Shqipërinë për një kohë të gjatë të karrierës së tij politike, kryesisht në opozit, Kurti pas zgjedhjes së tij si kryeministër i Kosovës, e hodhi poshtë bashkimin si ide që do ta realizojë gjatë mandatit të tij, duke thënë se kushtetuta e Kosovës nuk e lejon diçka të tillë. Ndërkohë vendimi i tij për të bërë fushat në Shqipëri në vitin 2021 nxiti kritika nga rivalet e tij politik në Kosovë, të cilët e quajtën atë ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë, e po ashtu përkeqësojnë marrëdhënien e tij me kryeministrin Edi Rama, me të cilin pati fërkime dhe përplasje në vijimësi.